Siç ju thash, jam kthyer në pjesën e parë me Ardian Vebiun, me intelektualin e shquar, drejtuesin e revistës Peizazhet të Fjalës, një nga kritikët, semiologët, publicistët, shkrimtarët më të dalluar të hapësirës shqiptare dhe me mikun tim gjithashtu. Ardi, mirë se erdhe në ADN. Përshëndetje Ilir, mirë se u gjeta. Kënaqësi si gjithmonë që të jemi bashkë. Edhe për ne. Edhe për mua sidomos, veçanërisht edhe për shikuesit e shumë të ADN, sidomos kur jeti i ftuar. I dashur Ardi, unë edhe kur kemi biseduar bashkë, kam dashur që të diskutojmë bashkë dy çështje që si thua na prekin më shumë ose na e kanë prekur botën më shumë. Do të lutesh regjisit vendoste pamjen tet. Unë kam bërë një hyrje pak të gjatë. Bota po pëson në ndryshim të madh, ardhja e Trumpit në Shtëpinë e Bardhë duke se po ridimensionon të gjitha narrativat historike. Ne, kam parasysh ju dhe unë, që kemi jetuar me intensitet madhështinë e triumfit pas luftës së dytë botërore, por dhe luftën e ftohtë, pastaj rënien e utopive të demokracive popullore dhe diktaturave nacional-komuniste, pastaj goditje në zemër të Amerikës më 11 shtator, pas kësaj një kaos dhe një lodhje në menaxhimin e krizave, lufta e Ukrainës, NATO. Si mund ta tregojmë gjithë këtë që po ndodh më ardh aktualisht, ose si mund ta tregojmë gjithë këtë narrativ me këtë që po përjetojmë tani? Ka një gjë që ardhja e Trumpit që është traumatike për gjithë sistemin. Domethënë, jo vetëm për Perëndimin, jo vetëm për Evropën, jo vetëm për NATO-n, po për gjithë botën, sepse ka prekur edhe sistemin e tregtisë së lirë me këto tarifat e me gjërat edhe e ka rihapur ca çështje që dukesh që sikur ishin arkivuar ose mbyllur. Pra kjo ardhja e Trumpit dhe mënyra se si i drejtohet Trumpi publikut, komunikimi i tij, po na bën që edhe ta shikojmë edhe komunikimin ton më qartë, sepse ajo e Trumpit ka diçka të re, të panjohur, relativisht të panjohur, shokuese, që futet në kontrast me tonin, kështu që na vë një pikpyetje edhe mbi gjërat që jemi mësuar të themi dhe mbi mënyrën se si po e themi. Domethënë, në këtë kuptim, Trumpi edhe kur jemi dakord, edhe kur nuk jemi dakord me të dhe kur e refuzojmë totalisht ose kur i japim pak fill, kështu që themi, të presim edhe një çik, në të gjitha këto raste, na detyron që të konsiderojmë jo vetëm mënyrën si prezantohet ai botës, por edhe mënyrën si i prezantohemi ne botës. Kur them ne, mund të them Perëndimi, tradicional, ose edhe bota në Shqipëri, komunikimi i shqiptarëve me njëri tjetrin dhe institucioneve me publikun. Kështu që nga kjo anë gjithsekush është prekur në mënyrën e vet dhe reflekton në mënyrën e vet. Edhe kjo na përfshin edhe ne natyrisht. Por në një farë mënyre, Trumpi ishte një fenomen që herë ta vonë do dilte, sepse ishin, për ta thënë me një metaforë të kalbur, ishin pjekur kushtet për të ardhur një lider politik i asaj forme, kështu asaj stampe, meqense ka ndryshuar shumë gjëra në krahasim me atë kornizën e luftës së ftohtë me të cilën ishim mësuar. Kështu që tani mund ta konsiderojmë si kur u mbyll vërtet ai kapitulli i luftës ftohtë, edhe pse po hapim një kapitull të ri të një lufte tjetër të ftohtë, kush e di. Shpresojmë që jo. Jacques Attali në një koment të para disa kohëve thoshte që unë kam thoshte edhe herë të tjera që Amerika është vetmja demokraci e madhe, vetmi vend i madh që e ka nisur jetën e saj me demokraci, nuk ka pasur asnjë episod diktature. Është e pashmangshme, thot ai, që shtetet mos kalojnë të mos të kenë, si thua, një infeksion të tillë. Dhe ndoshta ky është rasti që Trump të provojë, si thua, që të ndërtojë, edhe ai merrte disa shembuj. E ndan dhe ti me këtë mendim? Trumpi po e teston sistemin fort. Por le të pranojmë edhe këtë gjë tjetër që ndoshta sistemi kishte nevojë për këtë lloj testi. Për të testuar, absolutisht. Sepse ishte vjetruar pak, jo si sistem, se sa kishte mbledhur kështu
Lumra, ndrysh, ujë, shumë ujë. Ishte një lloj stagnacioni dhe një lloj gjumi institucional që kishte nevojë për një shkundje. Tani institucionet janë, natyrisht, në Amerikë, nuk kanë ikur. Dhe do të shikojmë se si do reagojnë ndaj kësaj. Besoj që është në interesin edhe të Trumpit vetë që të ketë reagim të fortë institucional ndaj përpjekjeve që ai bën për ta përmbysur sistemin brenda kornizës kushtetuese natyrisht, ndonjëherë edhe jashtë, po në përgjithësi brenda, sepse kjo veç mirë do t'i bëj sistemit vet. Shikojmë, a do jetë në gjendje sistemi ta përballojë? Për shembull, një nga ato që përmendte Jacques Attali ishte ajo dëshira që Trumpi e ka shprehur hapur, kupton, për t'i kërkuar Kongresit edhe një mandat të tretë për ta ndryshuar. Mirë, po kjo siç më thanë pas ka një vështirësi shumë të madhe, sepse edhe nëse kalon nga Kongresi, duhet votohet nga të gjitha shtetet, është një procedurë e tillë që i ka përcen kufit, domethënë nuk mund të realizohet aq lehtë. Çdo gjë është e mundshme, sepse Trumpi është i paparaqitshëm, por unë nga sa kam parë vetë edhe nga sa shikoj nga reagimet e analistëve në përgjithësi, duhet mbajtur veçantë gjërat që thot Trumpi nga gjërat që bën. Nuk ka ndonjë lidhje organike mes këtyre dy gjërave. Një gjë është që ta bëj një propozim në publik dhe ta hedhi si ide, qoftë edhe për diskutim apo si një gjë që ka ndërmend ta bëj, dhe pastaj çfarë ndodh në realitet nuk është detyrimisht e lidhur me këtë. Janë dy gjëra të ndryshme që duhet të mësohemi të shikojmë kështu. Nuk është se ai mandati i tretë, për shembull, ai Trumpi foli para Kongresit pardje dhe nuk e përmendi fare këtë gjë. Po, qartë. Edhe këtë e vunë re analistët. A e bëri me qëllim apo jo? Nganjëherë dhe nuk ja vlen. Bile po lexoja një analist që thoshte nuk ka kuptim të rrim dhe të analizojmë çdo gjë që që bën Trumpi, sepse jo vetëm që humbasim kohë, por dhe futemi në një rrugë pa krye, sepse politikat e Trumpit duhet i shikojmë gjatiu, jo në këto rrjetet sociale, në këto. Qartë. Ai ka një politikë të vetën edhe për rrjetet sociale, po kjo nuk ka lidhje me planet e tij politik, nuk ka një lidhje organike. Të paktën kjo është përshtypja e përgjithshme që po krijohet. Edhe nga disa hapa mbrapa që ka bërë film pasi ka marrë vendime në duke drastike, i ka marrë vetë këto vendime ose nga që ja kanë kundërshtuar të tjerat, për shembull gjykatat e tjera. Kjo tregon që ka një sistem edhe në kaosin e tij. E qartë. Ka një par rregull edhe në kaos. Po, ka një metodë. Ka një metodë. Dëgjoj, i dashur Ard, unë dua të kalojmë te pyetja tjetër tek ajo që më intereson më shumë edhe që kam kënaqësinë që ta dëgjoj prej jush. Bashkë gjithashtu kemi diskutuar për simbologjinë, për shënjueshmërinë e fjalëve, për atë mënyrën se si ne i veshim, i emërtojmë, i kemi emërtuar ngjarje, se si njeriu i ka emërtuar ngjarjet atë historinë e tij. Dhe nga këto ne bashkë kemi zgjedhur një shenjë që është lufta. Domethënë, kjo fjalë, apo kjo shenjë, apo kjo leksem, apo t'ja vëm, ta quajmë si të duam ne, e ka shoqëruar njeriu vazhdimisht edhe vazhdimisht ndeshet me të. Si mund ta tregojmë pse ndodh që kjo fjalë, si të thuash, na shoqëron kaq shumë? Në fakt, unë e pata studiuar këtë me kujdes kur analizoja shqipen totalitare. Po. Para 15 vjetëve më shumë, sepse më interesonte mënyra se si regjimi atëhershëm dhe Enver Hoxha në veçanti, që ishte edhe formuluesi kryesor i ligjërimit, autori, si thua, e përdorte luftën dhe veçanërisht luftën nacionale çlirimtare si model ose kornizën për të shpjeguar dhe për të kuptuar gjithçka që ndodhte. Domethënë lufta ishte një, nganjëherë këto i quajnë metafora konceptuale, nganjëherë i quajnë frames ose kornizime, nganjëherë i quajnë gestalt me një fjalë gjermanishte. Nuk dua të futem shumë në për teorira këtu, dua të them vetëm këtë gjë që lufta na i shërben si model për të kuptuar botën dhe veçanërisht për të kuptuar diskursin dhe e kam vështirë të gjej një fjalë që nuk është metafora e luftës, prandaj po hezitoj. Për të kuptuar komunikimin politik dhe komunikimin publik.
Ose marrëdhënien të themi, edhe marrëdhënien që ndërtojmë ne, do të thonë çdo lloj marrëdhënie që ndërtojmë ne kur futemi për të ndërtuar një punë apo për të bërë një punë, duhet ta shikojmë deri edhe brenda familjes, i edukon paktën atë kohë. Kujdes se jeta është luftë. Për këtë lufta kundër asaj jemi luftëtar, është koncepti i fitores dhe i humbjes, është koncepti i sakrificës, është koncepti i heroizmit, i të rënë dhe këto të gjitha. I ndershmërisë, i korrektesës, ajo korniza konceptuale e luftës, e cila është shumë e dobishme për të kuptuar gjërat. Edhe në politikë, por nuk është e vetmja. Nuk është e vetmja dhe nuk është e vërtet ajo vetë. Ajo është thjesht një instrument për të kuptuar se çfarë ndodh. Dhe ta përdorim aq sa na hyn në punë, por nuk mund ta marrim si të shenjtë luftën. Për shembull ndodh kjo që natyrisht edhe në tablon e sotme politike në Shqipëri, po jo vetëm, edhe gjatiu, lufta është vendi ku takohen palët në marrëdhënie politike mes tyre. Për shembull, partitë politike janë në luftë mes tyre. Në luftë për çfarë? Mirë do ishte të ishin në luftë për ide, ose për propozime, ose për programe. Por shpesh ndodh, me sa vëre unë, që janë në luftë vetëm për të zënë vende, ose për të emëruar kuadro, ose për të marrë pushtetin. Pra, lufta në vetë nuk mjafton për të kuptuar se çfarë ndodh. Duhet të shikojmë edhe se për çfarë bëhet kjo luftë në thonjta, si më thënë. Pastaj ka edhe një gjë tjetër e rëndësishme për luftën. Lufta gjithmonë sjell me vete konceptin e armikut. Armikut, pjell armikun patjetër. Po, armikut. Tashi unë i referohem edhe më përpara kam bërë, dua ta bëj edhe këtu, një eseje që ka shkruar vite më parë Umberto Eco, ja? Costruire il nemico, ose të ndërtosh armikun, ku ai tregon jo me shumë faqe se si koncepti i armikut është i pranishëm në komunitetet moderne, në kombet moderne, të cilat ndërtohen mbi bazën e përplasjes me një armik, që mund të jetë real, mund të jetë i imagjinuar. Por armiku duhet të jetë gjithmonë aty, sepse shërben si ajo diga që ndihmon liçenin që të formohet. Më fal Ardi, se më kujtohet një gjë në kohën tonë që thoshin armiku më i madh në kohën tonë ishte rehatia personale. Po. E mban më? Rehatia personale sepse rehatia nuk të lë që të luftosh në një kohë që regjimi donte që ti të merrje pjesë në ato përpjekje. Po se u ndërpreva atë që thoshte Eko. S'ka gjë. Donte që ti të merrje pjesë dhe rehatia ishte armiku, por rehatia ishte një lloj dezertimi, nga lufta. Nëse kthehemi tek modeli i luftës, në luftë kishim armik pushtuesi, që ishte armiku i jashtëm, ishte armiku i brendshëm, që ishin veglat e pushtuesve, që palli kombëtare çfarë ishin këto, dhe pastaj armiku i brendshëm u bë dhe armiku i klasës. Dhe me kalimin e kohës u shtua edhe një armik tjetër, që ishte armiku i partisë. Këta ishin të gjithë armiq që lejonin organizimin e lëvizjes politike në Shqipëri në atë kohë. Ndërsa sot, natyrisht, jemi në rrethana të tjera, janë disa armiq që i kemi trashëguar nga e kaluara, që janë armiq që lidhen me konceptin e kombit, për shembull. Serbi, greku, turku, po të shikosh në folklor, gjithmonë ju referohemi këtyre. Por, natyrisht, ka dhe armiq të rinj, sepse armiku nuk është i thjesht jetë person ose komunitet, mund të jetë edhe një praktik, për shembull kot po sjell, një korrupsioni, është armik. Patjetër. Është armik, sepse ne luftojmë kundër korrupsionit, pra lufta kundër këtij armiku të ri, që është korrupsioni. Po thash, nuk është vetëm në Shqipëri kjo gjë, bile identifikimi i armikut, si e identifikojnë armikun palët politike, ndihmon për të kuptuar se çfarë ndodh. Për shembull, po të vim në Amerikë, meqense po tërheq vëmendjen Amerika sot të shumë njerëzve, në kohën e Joe Bidenit, po të shikojmë mënyra se si organizoi ligjërimin politik i Partisë Demokrate në pushtet, armiku ishte kryesisht
i bardhi, racist, suprematist, homofobik, xenofobi, ai që i shikonte të huajt si prurës të skeqjes, këta emigrantët e tjera gjëra. Ishte një sistemi tërë diskursi politik që mbështetej mbi këto. Tash shohim çfarë ndodh me Trumpin. Gjithë ky diskurs kthehet përmbys. Sepse kush është bërë armik? Armik është bërë imigranti ilegal, të cilin Trumpi kërkon ta të bëjë, dhe në fakt është duke e realizuar këtë gjë. Burokrati, parazit, siç e shikojmë nga shkurtimet e mëdha drastike që ka bërë në administratë, në institucione, janë shumë dramatike për Amerikën, ndoshta nga jashtë nuk kuptohen, por nuk ka mbetur njeri pa u prekur, sepse këtu shteti, sado i kufizuar që është, prap se prap është i pranishëm në jetën e të gjithëve. Që nga ato agjensit që kontrollojnë shëndetin, pasërtinë e ushqimit, barnat, çmimet e tjera, deri këtesh të them, ato agjensi që japin ndihmë për kërkimin shkencor ose për artin ose për këto të gjitha. Shteti është aty. Tjetër armik për Trumpin, wokeizmi ose lëvizja woke, të cilin ai po kërkon ta çrrënjosi nga jeta publike dhe nga sistemi arsimor. Kjo është e rëndësishme sepse deri dje ishte e kundërta. Ardi, më fal, kam lexuar diçka, nuk e di a është e vërtet që është shprehur që ai do të ndërhyjë edhe me masa represive ndaj lëvizjeve studentore, ndaj grevave të studentëve dhe në qoftë se ato do të ndodhin? Po kështu ka thënë, tash kjo gjë duhet të kalojë nëpër disa filtra. Ka një propozim, e dëgjova edhe unë këtë gjë, që veçanërisht studentët e huaj që janë në Amerikë me viza, në qoftë se angazhohen në protesta politike, atëherë mund të kenë konsekuenca. Të paktën kështu besoj se kam parë. Po, le të vazhdojmë me luftën dhe me metaforat e luftës, si dashur. Po. Tashi të kthehemi tek situata sot në Shqipëri, sepse po, diskursi politik është shumë i acaruar, në kuptimin që ka një luftë, jo vetëm luftë në kuptimin metaforik, por nganjëherë që bën edhe viktima reale. Viktima reale, si të ishte luftë e vërtet. Dhe po të shikoj se për çfarë bëhet kjo luftë, unë shikoj nga larg natyrisht, në aq sa mundem, shikoj që ka një përpjekje për ta kriminalizuar kundërshtarin. Domethënë për ta kriminalizuar, sulmuar, izoluar, neutralizuar me instrumenta juridike. Për shembull, duke arrestuar, duke e futur në burg, duke e dënuar. Kjo punë nga të dy palët nuk po duhet të hyj në detaje, sepse nuk është kjo qëllimi im. Unë dua vetëm të tregoj atë modalitetin se si është transformuar lufta politike, sepse nuk mund të zgjidhet problemi politik me instrumenta juridike. Është shumë e rëndë. Unë nuk jam në Shqipëri tani, por kam parasysh në Itali, kam qenë në vitet keni qenë tamam dhe kam jetuar drejt për drejt atë manipulitën të mërshme të sistemit italian dhe të gjithë Italisë gjatë kohës së operacionit Manipulite, apo me duart pastra, Pietro, dhe mënyrës se si e transformoi ai operacion jetën politike në Itali. E po të shikojmë, mbas gjithë atyre arrestimeve, përplasjeve, kundërshtimeve, efekteve anësore etj, çfarë ndodhi në Itali? Erdhi në fuqi Berlusconi, një rezultat pak absurd ose paradoksal. Por megjithatë kështu ndodhi. Ose të marrim Amerikën. Në Amerikë, për shembull, gjatë administratës Biden, një nga ato konstantet e asaj administrate ishte përpjekja për ta futur Trumpin në burg, ose për ta inkriminuar me çdo kusht, me mjetet gjyqësore. Domethënë gjatë 4 jetëve që ishte Bideni në fuqi, nuk po them që e bënte Bideni këtë gjë, e bënte sistemi, por Trumpi vazhdimisht ishte në shënjestrën e gjyqësorit. Doli i larë, se si doli tash punë e tij, nuk po futem në hollësi. Por gjëra të tilla edhe e krijuan Trumpin që është sot. Po, qartë. Ky përsekutim
i vazhdueshëm. Ndërtuan një personazh. Trump që pam tek fjalimi që mbajti në Kongres. Ishte diçka, ishte një Trump tjetër nga ai që kemi parë më përpara. Ky është më i egër, më i vendosur, më i pamëshirshëm, po e them në thonjza. Pse? Sepse i është rregjur lëkura dhe ka dalë edhe ai nga një luftë. Pra këto gjëra nuk janë të lehta. Në përgjithësi, përpjekja për ta kriminalizuar kundërshtarin sjell egërsi. Në qartë. Ka sjell edhe do të sjellë. Në Shqipëri, kjo që po ndodh me luftën kundër korrupsionit, e përdor edhe unë atë luftë, nuk shmangesh dot. Kjo që po ndodh është diçka e nevojshme sepse korrupsioni është realitet. Patjetër. Është plagë shumë e madhe. Është një atentat ndaj sistemit dhe vën në pikpyetje gjithë rendin konstitucional në Shqipëri dhe mënyrën si funksionojnë institucionet. Për mua që e shikoj nga larg, gjendja është serioze, e rëndë. Patjetër. Por, duke i futur kundërshtarët në burg, krijon një atmosferë të tendosur politike që nuk dihet se ku do dalë, ku do shkojë. Që mua edhe kjo nuk më pëlqen. Domethënë përpjekja, do thuash kujt i plazën nuk pëlqen ty, dakord. Jo, nuk është ashtu, jo keni të drejtë. Më lë një shihet idhur në gojë, sepse unë do doja që debati politik të bëjë në parlament, jo në sallat e gjyqit, jo në sallat e hetuesisë. Absolutisht. Sepse kur shkon puna në hetuesi, ka dështuar sistemi. Po, absolutisht. Kështu që kjo është një gjë që më shqetëson, më mërzit, një farë soi, tash unë vërtet nuk jetoj atje, por jo, natyrisht i përkasën asaj kulture. Je lidhur. Jam edhe pjesë e disa debateve, Jo vetëm aq, po je pjesë, si të thuash, e jetës këtu, sepse me revistën që drejton, në një farë mënyre, je si një nga ne, dhe ne jemi të mbyllur në dhomë dhe ti je mbyllur në dhomë, dhe ai komunikimi ynë virtual, ose kjo bota jonë virtuale që tregon Shqipërinë, është njësoj si ti që tregon nga Amerika, si unë që tregoj nga Shqipëria në një farë mënyre. Do doja që sistemi të funksiononte më mirë në Shqipëri. Sistemi duke filluar që nga gjykata kushtetuese e deri tek parlamenti, sepse parlamenti është një vend që sot çfarë prodhon, çfarë prodhon parlamenti? Nuk po e shpjegoj çfarë prodhon. Por nuk prodhon as pluralizëm as demokraci në këtë moment. Absolutisht, përveç se luftë. Është një teatër i keq, ku nuk janë përfaqësuesit më të mirë të shoqërisë shqiptare. Nuk janë akterët më të mirë si thon vëllezërit nga Kosova. Nuk e di. Po dhe aty vim prap tek diskursi politik dhe mënyra si artikulohet. Dhe që varet edhe kjo nga ai kornizimi që i bëhet. Në qoftë se ti vete në parlament me mendimin për të përleshur me kundërshtarin, ndonjëherë edhe fizikisht, sepse ka ndodhur. Po, patjetër. Jo me shishe, jo me mekanike. Kjo gjë tregon që ka një gjë, sistemi ka dështuar aty. Se si do shërohet? Të presim. I dashur Ardi, do kalojmë tek një pyetje tjetër. Ju keni përdorni një aplikacion tjetër apo jo? Një për të shkruar dhe për të komunikuar me lexuesin. Më trego pak, dhe kemi kaluar kështu te pamja 10, do t'i lutesh regjis. Te Strakbeku apo jo, mos gaboj. Substack. Substack, më fal, Substack. Po, Substack është ka disa vjet që po përdoret në Amerikë. Dhe përshtypja ime, por edhe e njerëzve të tjerë me cilët unë japë marrë këtu, është që në Substack, që është një model, është si një vend ku njerëzit nxjerrin kontributet e tyre, shkrime, po jo vetëm. Nxjerrin mallin e tyre. Video se mund të jenë podcast e gjëra kështu. Rëndësi ka që në Substack, sot po prodhohet një kulturë intelektuale nga më të shëndetshmet dhe më cilësoret në Amerikë. Ka shumë publicist, intelektual publik, por edhe specialist, ish profesor universitetesh dhe profesor, njerëz të cilët janë larguar nga këto modele tradicionale të përpunimit dhe të publikimit të fjalës publike, dhe kanë zgjedhur Substackun, sepse ky ju jep më shumë liri në komunikim me lexuesit e tyre. Ndihen më të lirë dhe i shkurton kohët e kontaktit. Okej. Kjo gjë po ndodh, mund ta përfitojmë si një kthim në atë modelin e dikurshëm kur
autorët komunikonin me lexuesit e tyre nëpërmjet e-mailit. Okej. Ka qenë dikur në fillim të viteve 2000, që kishte ato që quheshin mailing lists, dhe që shpërndanin emaile me tekste, me gjëra, me kështu. Pastaj u zëvendësua nga bloget, e nga sistemet të tjera, rrjetet sociale, tani jemi prapë tek ky sistemi i komunikimit të drejtë për drejtë. Pse? Sepse çka ka ndodhur? Rrjetet sociale kanë logjikën e tyre, kanë qëllimet dhe strategjitë e tyre. Unë ndjej vetë këtë gjë si botues i revistës Peizazhet Fjalës, po dhe si autor, që nuk arrit dot ta kontrolloj atë diskursin tim në Facebook, sepse ma rrëmben algoritmi Facebookut dhe bën me të çfarë të doj. Po, është vërtet. Për shembull, ndodh që del një shkrim i rëndësishëm, nuk kanë si imi apo i dikujt tjetër në Peizazhet dhe e vendosim linkun në Facebook dhe nuk e shikon asnjëri. Tash mund të thuaj që ndoshta ka vërtet indiferencë, por nuk është kjo. Nuk është kjo. Sepse varet nga algoritmi i Facebookut. Nuk është vetëm tek Facebooku, janë edhe rrjetet e tjera, është edhe Instagrami, problemi është në përgjithësi që ti në momentin që ti e dorëzon atë mesazhin tënd, po themi, tek një media e tillë, atëherë ja ke dhënë algoritmit që të bëjë me të çfarë të dojë, por gjithsesi mund të jesh i sigurt që algoritmi kërkon atë që të shtoj fitimet e kompanisë. E kompanisë të tij dhe jo të... Nuk ka l'algoritmi për merak të përhapi fjalën tënde. E qartë, absolutisht. Kështu që nga kjo pikpamje, Substacku që është shumë i ngjashëm me blogun siç ka qenë diku, por natyrisht me ca tërhollime edhe teknologjike, jep mundësi për ta bërë më të bukur tekstin dhe si paraqitje se të gjitha e kështu. Substacku lejon që të anashkalohet ky intruzion, kjo shkelje e algoritmit, që në fundit është një mendje e ftohtë silikoni e këtu, të largohet nga ajo që do që të bësh ti, që të komunikosh me publikun tënd dhe të shikojmë. Unë e kam filluar... Uroj, jam i sigurt edhe adres ardianvebiu.substack.com është apo jo? Kam filluar si në mënyrë eksperimentale. Kam bërë dhe lajmërime gjithandej, dashur pa dashur, edhe lajmërime për këtë në Facebook e kam bërë, se ku do ta bëj. Po, e qartë. Unë uroj, po. Është një përpjekje, mos e konsiderojmë luftë. Kjo është kryesore. Sepse nuk është synimi i Facebookut të mbylli ty gojën, as që të të fshehej emrin tënd. Por kryesorja është që ai kërkon të heq kontrollin. Sepse do që ta marrë kontrollin vet. Atëherë është një tërheqje litare, si të thuash. Po, e qartë. Ai përdor një algoritëm, ti kalon te kjo tjetra, ai tjetri e merr, vjen një gazetë, e merr atë shkrimin tënd dhe e nxjerr, ndonjëherë me leje, ndonjëherë pa leje, pra është në përgjithësi një kaos edhe këtu në komunikim, por rëndësi ka në fundit që fjala të gjejë një mënyrë për t'i shkuar lexuesit, sepse ky është edhe synimi, paktën synimi im. I dashur Ardi, do unë jam i sigurt që edhe këtë radhë fjala jote do të shkojë, sepse ti tashmë me kontributin tënd, me ato që shkruan dhe ato që diskuton, je i pranishëm në ambientin kulturor shqiptar. I dashur Ardi, erdhi fundi i emisionit. Të falenderoj shumë që ishe në ADN. Edhe unë të falenderoj. Si gjithmonë bëm një muhabet që edhe mua më ndihmon më kthjellon të kuptoj shumë gjëra, edhe gjatë bisedës që bëjmë bashkë. Kështu që është një nga ato lojrat me shumë pozitive, si thonë. Edhe ti ju përfitoni, edhe unë përfitoj, shpresoj që edhe publiku patjetër. Publiku patjetër. Të falenderoj që ishe në ADN dhe miru dëgjofshim, i dashur Ardian. Miru pafshim. Miru pafshim.